Dhe Edi Rama zgjodhi pikrisht atë. Duke shkelmur praktikën e mëparshme, por të themi edhe disa detyrime që rrjedhin nga procesi i integrimit të Shqipërisë me gjithë sa ju, siç keni konstatuar ju, kriteret dhe standardet europiane i përcakton vetë. Nuk pyet për ato që janë, që vinë nga Brukselit përcaktuara. E kam thënë dhe thëmë përsëri, ato firma ishi një gabim, një nxitim, i cili ndodhi në një klim kur me këtë parti u vendos një lloj bashkëpunimi apo koalicioni gjatë garës elektorale në Tiranë. Por prapë, është kërkuar ndjesë publike dhe është quajtur gabim. Tani duhet t'u kthej një përgjigje. Të gjithë altoparlantëve të paguar dhe të papaguar të Edi Ramës, që pretendojnë se fajin e ka opozita, që pretendojnë në mënyrën më alogjike, ose në mënyrën më të paftyrë, ose në mënyrën më të turpshme, se fajin e ka opozita, e cila para zgjedhjes së tij kishte tërhequr çdo firmë. Këta janë në garë për një urrëtie ndaj opozitës, sipas shpërblimit që marrin nga Edi Rama. Ka prej tyre që janë të gabuar, nuk kanë kuptuar drejt dhe shpjegimi ynë është i detyrueshëm ndaj tyre. Por ata të cilët mendojnë se me propagandën e Edi Ramës apo me mashtrimet e Edi Ramës e hëm 15 vjetor 2020 apo duke paraqitur si të vërteta të pavërtetat në mënyrë flagrante, nuk mundet kur t'i imponojnë Partisë Demokratike asgjë. Asgjë. E vërteta është një, u tërhoq çdo firmë ditë para se sa kandidatura të vinte në parlament. Dhe ajo kandidaturë kur nuk mund të vinte në parlament. Nuk mund të paraqitej në parlament. Jo. 2. E paraqiti Edi Rama, i cili donte ta mirte me çdo kusht në vend se të damkosin aktin e tij. Çakej që mbrojnë interesat të tyre kriminale. Kontratat të pista. Interesat të dyshimta. Mashtrojnë qytetarët me pretendimin se u zgjodh me votat opozitës. Pra, por me këtë akt Edi Rama i dëshmoi opozitës dhe çdo shqiptari se asnjë lloj bashkëpunimi ose se kur far bashkëpunimi qoftë dhe minimal me të nuk shërben dhe nuk vlen. Nuk vlen. E vërteta është
që kryesia e Partisë Demokratike vendosi të nërpritet çdo lloj bashkëpunimi me parlamentarët socialist dhe me Edi Ramën. Ndaj dhe ne nuk marrim pjesë në asnjë kandidaturë, emër, do t'ishte qesharake. Ai sot, edhe ky avokati i popullit që nuk mund të them se sa përqind do t'i takonte në përqindjen e pushtetit, a i takonin 2 pika apo jo, e mori dhe atë, dhe ne të zhvillojmë betejë Don Kishoteske për ndarjen e pushteteve dhe ekuilibrin e tyre, në një kohë kur ajo është varros edhe para këtij. Nuk ekziston, ka vetëm një dorë me të gjitha pushtetet. I ka të gjithë pushtetet në dorë. Së dyti, edhe njëherë, siç e kanë qartë çdo shqiptar, vendimi i gjykatës kushtetuese për t'i dhënë Edi Ramës licencën e vjedhjeve publike, që të vjedh publikisht, ishte goditja më e rëndë që ka marrë lufta kundër korrupsionit jo në Shqipëri, po dhe në Europë. Me këtë vendim, Edi Rama tregoi se është i aftë të diktoj atyre gjykatësve pa dinjitet dhe integritet çdo lloj vendimi që dëshiron. I detyroj të heqin masën e sigurisë dhe të japin mundësi të prish çdo provë, të shkatërrojë çdo dokument, të marrin pushtetin e sistemi gjyqësor tjetër, apelit dhe gjykatës lartë, dhe t'ja rikthejnë lubin e tij në krye të detyrës vetëm se kanë vjedhur së bashku, kanë nda paratë e tunelit llogaras së bashku. Me këtë akt, çdo iluzion se mund të bëhet luftë kundër korrupsionit të vend nga sistemi i drejtësisë, i kapur gjerë në palës nga Edi Rama, është qesharak. Është qesharak. Asnjë luftë kundër korrupsionit nuk mund të bëhet më. Kontrolli i tij mbi drejtësinë është total. Është vërtet që komuniteti ndërkombëtar u përqendrua në zgjedhjen e Skapit, kreut të Skapit, sepse duket dhe aty kishte gjithë tentakulat, por absolutisht asgjë nuk ndryshon edhe nuk do ndryshojë në luftën kundër korrupsionit pas vendimit të gjykatës kushtetuese.